E shikues të dashur, jemi përsëri bashkë dhe si çdo të premtë tjetër, edhe pse emisioni mëngjesit në fakt karakterizohet për temat të cilat i trajton, që çdo herë janë tema të ndryshme, flasim për ngjarje, flasim për aktivitete, për ditë të shënuara, sikurse sot kjo 12 qershori dhe ditët ku shënohen ditët e çlirimit. Megjithatë, ne flasim dhe vazhdojmë edhe rubrika të tjera të cilat i realizojmë këtu në studio. E që çdo të premte realizojmë rubrikën Yoga me Rondinellën, ku flasim për jogën, për jetën tonë reale në fakt dhe çysh ndërlidhet yoga me të, dhe kur jemi tek jeta jonë, jo çdo herë jemi në disponim për me i kry krejt punë, jo çdo herë jemi në disponim për me vazhdu me aktivitete fizike, janë disa ditë ku ndjejmë më tepër plagështi, jemi më të lodhur, nuk na bëhet asgjë, dhe çysh t'i shtyjmë në fakt të ditë, çysh ta motivojmë veten, çka na mëson yoga në këtë drejtim, e kuptojmë tash përmes bisedës cilën e zhvillojmë bashkë me instruktorën apo mësuesen e jogës me Rondinellën. Mirë mëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirë mëngjes, Agnesa. Knasi edhe për ne. Si gjithmonë. Uroj që ke nisë një ditë mirë, po var, edhe ka me shku kështu mirë. Njëjtë për juve, sot edhe ditë pushimi për fëmijët, kështu që me që ata janë në shtëpi, dita pak më ngadal nisë zakonisht. E vërtet, po uroj që mos jemi tek ato ditët e plagështa. Dhe për ata të cilët janë, të paktën t'ju tregojmë pak që yoga na ndihmon, a? Po, është shumë e vërtet. Këto ditët kur, si që përmende edhe ti, nuk kemi fort motiv për të bërë asgjë dhe jemi pak si të plagështa, zakonisht njerëzit i konsiderojnë si shajt për të acis, të apatis, ose mungese disiplinës, por yoga e ka një qasje shumë ma të butë, shumë pak gjykuse dhe kritike ndaj kësaj, edhe ne sot po përpiqemi pak shkurtimisht në pikat shkurta që ta zbërthejmë këtë qasje. E dim se një prej koncepteve qëndrore në praktikën e jogës është energjia. Edhe si pas jogës, energjia ajo nuk është gjithmonë e njëjtë. Ajo ndryshon vazhdimisht edhe shprehet përmes cilësive të caktume, të cilat në yoga quhen guna. Edhe sikur uji që ndryshon prej një gjendje agregate në tjetrën dhe varësisht prej gjendjes në të cilën është pra merr forma dhe karakteristika të caktume, po ashtu edhe energjia jon varësisht se çfarë cilësish dominojnë në të ndryshon. Do një ditë jemi ma të motivuar, do një ditë jemi ma të plagësh siç e ceketi. Edhe në ditët kur jemi në gjendje të këtillë dominon një cilësi e cila sjell këtë mungesën e motivimit, apatin, mungesën e dëshirës për të lëvizur, edhe madje mund të ndihemi sikur, siç thua edhe ti, nuk na bëhet asgjë, fare asgjë. Mirë po kjo nuk është gjithmonë shaj e përtacisë, e dembelis, mirë po është shaj sipas jogës se është një stagnim, energjia jonë ka stagnuar dhe ka nevojë për diçka për të vënë në lëvizje. E kemi biseduar edhe më herët që sipas jogës energjia jonë qarkullon nëpër kanale energjetike, edhe funksionet të ndryshme udhëheqen prej qendrave të caktuara energjetike dhe konkretisht kjo gjendja për cilën flasim, edhe funksionet të cilat e shkaktojnë ose e evitojnë një gjendje të tillë udhëheqen nga çakra e tretë, manipura, e cila është qendra e fuqisë tonë personale, e motivimit, e vetbesimit, është ajo e cila na mundson që idetë t'i kthejmë në realitet, që dëshirën ta kthejmë në vendosmëri. Pra është pikërisht qendra energjetike e cila na jep energjinë e duhur, është sikur vatra e zjarit tonë të brendshëm, përmes të cilës ne pastaj e shprehim veten me vetbesim, me ndërmarrje të hapave të duhur për të realizuar çfarëdo që kemi për të realizuar atë ditë. Pra, ajo çka pra, ajo që duhet të kemi parasysh është se thjesht vedisohemi se kjo është veç një ndryshim në energjinë tonë, edhe se yoga na ofron mundësi, mjete të thjeshta për të transformuar këtë energji, pra përmes lëvizjes, përmes frymarrjes, po edhe vetëdijes tonë, edhe nuk është diçka që është permanente. Natyrisht gjithmonë duhet të ndalemi edhe të reflektojmë nëse është lodhje, ajo e cila nuk po na lejon që të bëjmë diçka, edhe jo në atë rast ta shtyjmë vetëm, po të pushojmë, mirë po përmes vetë reflektimit fillojmë me kuptu se kur është në fakt lodhje dhe nevojë për pushim. Edhe yoga na ndihmon me menaxhu, edhe me i ndonë. Na ndihmon sepse yoga gjithsesi na fut në gjendje të vetë reflektimit, të introspeksionit, dhe mas miri ne vetë mundemi me e vrejtë se kur është nevojë për pushim,
kur edhe duhet mi aleju trupit, edhe kur veç fillon me u shëndru në një apati, në një gjendje prej të cilës nuk po arrim me dalë dhe vazhdimisht dëshirojmë që ndrojmë aty, të tërhit, të tërhequr, pa vetbesim, pa dëshirë për të vepruar diçka. Me gjithatë është mirë të ndërmarrim hapa tuti që mos ta lëm vetën të bijem për një kohë të gjatë në atë gjendje. Edhe kësaj mund të praktikojmë yoga. Po, patjetër. Edhe këtu, do me thënë, ndonjëherë hapi më i vogël, duhet menduar çka është lëvizja më e vogël që mund ta bëjmë për ta nxitur veten. Shumë shpesh na mendojmë që duhet ndihemi të motivuar për të vepruar. Mirë po, në fakt, motivimi nuk vjen gjithmonë para veprimit, por shumë shpesh lind si rezultat i veprimit. Edhe këto edhe studime ndryshme në psikologji e kanë dëshmuar se lëvizja dhe kryerja e veprimeve të vogla dhe të realizueshme na jep një ndjenjë të progresit. Dhe mandej kjo ndjenja e progresit na motivon për të vazhduar më tutje. Pra krejt çka duhet është një hap, mos ta pyesim veten se si dalim nga kjo gjendje në aspektin që ku me gjetë motivimin, çfarë të bëjmë, po thjesht në atë moment, cili është hapi më i vogël, më i thjesht, më i lehtë që mundemi me e bo në atë moment për ta nisur lëvizjen e energjisë. Kjo, a mundeme të praktikojmë diçka? Mundet me ndiku një frymarrje në qoftë se jo lëvizjet e shumta, edhe e di që zakonisht janë specifike për persona të ndryshëm, pra jo çdo lëvizje, jo çdo frymarrje mund të bëhet te krejt kategoritë. Absolutisht, është e vërtet. Ajo që do me thënë nëse asgjë tjetër nuk mund të bëjmë, mund të marrim frymë thellë disa herë, por ta aktivizojmë pak barkun, ta ndjejmë frymën në barkun tonë, me thonë e frymë barkun edhe e zbrazim gjatë frymëzjerjes, edhe ngritemi në këmbë, ose ashtu ullur si qemi, i ngrisim pak duart lart, edhe me frymarrje e koordinojmë në frymarrje, i ngrisim duart lart, edhe në frymëzjerje i ulim, e përsërisim këtë disa herë, edhe kjo është një mënyrë për me e nxit, me ndez një shkëndita asaj energjisë të atij zjarrit tonë të brendshëm, ose nëse kjo është e pamundur një ecje e 5 minutëshe në ajër të pastër, po gjithashtu ku harmonizohen hapat me frymarrjen, kjo është shumë e rëndësishme, e jep ndjenjen e progresit, po edhe të vetë kontrollit. Edhe kjo mandej na e jep atë shkëndijën e motivimit. Mirë po, kur flasim për ndezjen e zjarrit të brendshëm në aspektin e jogës, praktikës e jogës, natyrisht gjithmonë nisim me frymarrjet edhe sot po i bëjmë, po i praktikojmë 2 frymarrje. Arsyeja pse është sepse frymarrjet të cilat zakonisht e sjellin nivelin e energjisë së duhur për të dalë nga gjendja e apatisë, janë teknika pak më intenzive të frymarrjes, të cilat kërkojnë pompime ritmike të abdomenit, edhe nuk janë të përshtatshme për shumicë, për një pjesë të madhe të njerëzve, kapallabati, bastrika e tjerë. Unë do ta praktikoj për hir të korekcisë ndaj atyre që dojnë me praktiku, me provu, edhe ose vetëm me pa kapallabatin, mirë po i los që të mos e praktikojnë, graçta të zëna. Jo, persona të cilët kanë gjendje të tensionit të lartë të pakontrolluar, smundje të zemrës, ndonjë ulqerë aktive ose hernia abdominale. Në qoftë se ka glaukom ose probleme të retinës së syrit. Me qëllim po i përmend këto për të ditë se jo çdo frymarrje praktikohet, një frymarrje po. Nëse keni marramendje, nëse jeni në periudhën post-operative në pjesën e abdomenit, në qoftë se keni ankth, kjo frymarrje nuk praktikohet, do ta praktikojmë mas andej një tjetër, e cila praktikohet kryesisht është e sigurt nga të gjithë. Mirë po them për hir të korekcisë, për mos qëndru gjithmonë tek ato frymarrje të cilat janë për të gjithë, t'ju japim pak mundësinë edhe atyre që nuk bin asnjërin prej këtyre kategorive që të praktikojnë bashkë me neve. Atëherë, kapallabati është një frymarrje, një teknikë intenzive e frymarrjes, e me njëherë vrehet ai aktivizimi i energjisë që e shkakton, është shumë e rëndësishme që të qëndrojmë me shpinën e drejtë, gjoksin e hapur, krahët, supet i ulim sa më larg nga veshët, fytyrarin e relaksuar. Marrim frymë këtu frymarrjet janë pasive, të qeta, të pavrejshme, e frymëzjerjet janë aktive, janë të vrullshme, vrehen, edhe vrehet pompimi i abdomenit. Pra, vrehen lëvizjet në bark, tani edhe do ta shohim. 20 deri në 30 fillohet me kaq, 20, edhe shpejtësia e ritmit edhe intensiteti
është individual, do me thënë dikush e bën më shpejt, dikush më ngadal. Unë natyrisht tashme që praktikoj një kohë shumë gjatë, e kam të shpejt edhe ritmin, po edhe intensitetin e lartë, mirë po do të përpiqem sot që të ngadalsohem në mënyrë që të mund të na përcjellin ata të cilët mbas edhe nuk e kam praktiku më herët. Atëhere, e vendosim dorën në bark, dy duar, thjesht sa për ta vrejt këtë lëvizjen, marrim frym thellë, edhe fillojmë me e nxjerr frymën. Edhe, kaq, do me thënë nuk po e zgjas më tepër, 20 deri në 30 pompime bëhen mrenda, do me thonë, një cikli, munden me u përsërit më shumë cikle, mirë po e thash kjo nuk është për çdo kë. Dhe pastaj ndjehen më të liruar, më mirë me këtu? Ndjehen më energjik. Është një teknikë e frymarrjes jashtëzakonisht energjizuese, e cila e ngjall trupin, e kthjellon mendjen në mënyrë të menjëhershme, mirë po siç e thash, nuk është e përshtatshme për të gjithë. Tash e praktikojmë një frymarrje tjetër që është e përshtatshme madje edhe për ty në gjendjen e shtatzanisë, do të thonë çdo shtatzani e shëndetshme mundet me u praktiku, po edhe shumica e njerëzve. E vendosim dorën në pjesën e sipërme të barkut, në mbrin, pra edhe tjetrën në zemër, i mbyllim syt, sepse do ta bëjmë edhe një vizualizim, kjo quhet fryma e artë, edhe fillojmë marrim frym thellë, dhe teksa marrim frym, e vizualizojmë, e imagjinojmë një shkëndi, një dritë të verdhë, sikur e diellit, e ngratë, e cila fillon si një shkëndi e vogël në pjesën e sipërme të barkut tonë, edhe teksa marrim frym, ajo shkëndi fillon edhe rritet, edhe shpërndahet, zgjerohet në pjesën e gjoksit, në abdomen, e lirojmë frymën, marrim frym. Me çdo frymarrje ajo dritë shkon duke u rritë më shumë, e lirojmë ngadalë, lehtë, rrjedhshëm frymën, edhe e përsërisim këtë disa herë, edhe kjo menjëherë na jep një ndjenjë të një disponimi më të mirë. Me thonë, vetë vizualizimi i dritës së diellit, e kombinume me frymarrjen, e jep një ndjenjë të energjisë, një ndjenjë të vetë kontrollit, edhe e rrit vetë besimin tonë. Pra, shumë shpesh mjafton një hap i vogël për të ndezë një zjarë më të madh. Edhe nuk dekurajohemi sa herë që e ndjejmë veten të plagsh, sepse e dim se kemi mjete në dispozicion, qoftë një frymarrje, qoftë një lëvizje, për ta kthy atë gjendje në diçka më produktive, në diçka më të përshtatshme për planet tona. Në pak minuta. Në shumë pak minuta. Faleminderit shumë për gjitha këto informata, faleminderit po ashtu që na ndihmove edhe me praktiku një gjë të tillë. Kënaqësi edhe faleminderit shumë për kohën që ke ndosur. Si gjithmonë. Faleminderit, kënaqësi e madhe.